Qipa mirëmëngjes, faleminderit shumë që jemi ne. Mirëmëngjes, kënaqësi që jemi bashkë. Tani, po supozoj edhe unë për këto ndryshimet në qeveri, mund ta zgjidhnin situatën ku është futur vendi me protestat që po mbahen prej 54 ditësh tashmë? Jo, nuk mendoj se zgjidhet situata, edhe sikur personat me asetet më të larta të besueshmërisë publike të zgjidheshin prej kryeministrit Rama. Ajo që po ndodh në raport jo vetëm me protestën e qytetarëve, por kryesisht me raportet e vendosura midis qeverisjes së gjatë socialiste dhe opinionit publik dhe shoqërisë shqiptare, ka të bëjë me disa kriza substanciale që janë reale dhe prezente në realitetin sociopolitik të vendit. Çfarë duhet të them me këtë? Kriza e parë është padyshim mospërballimi i problemeve me dimensione të rëndësishme sociale që ka të bëjë me zbrazjen e popullsisë, me paksimin e popullsisë në Shqipëri, me mungesën e një strategjie kombëtare të gjitha institucioneve politike, qeverisë dhe administrative të vendit për ndryshimin e strukturës sociale të shoqërisë shqiptare. Aspekti i dytë ka të bëjë me faktin që një pjesë e madhe e qeverisjes ka një krizë besueshmërie publike. Deri tani formula e preferuar nga kryeministri Rama për rekrutimin në postet ministrore të personave që nuk kanë një background publik, që nuk kanë një investim paraprak të njohjes dhe ndikimit publik, me teknicien si quhet tillë, por teknicien në fakt që nuk është se zotrojnë asete të mëdha në karrierat vetjake të tyre dhe mund të kenë pasur impakte në komunitetet profesionale prej nga i vinë. Të gjitha këto janë një arsye tjetër pse shoqëria sot është e përgatitur dhe kërkon ka një krizë të ndryshimit të rësor. Dhe e treta ka të bëjë me një strukturë të vjetruar politike që nuk i përket vetëm Partisë Socialiste, por që është e lidhur me partitokracinë e 35 viteve të fundit. Kur them një strukturë e vjetruar, kemi parasysh faktin se modelet e deri tanishme të funksionimit të partive politike janë modele si karikatura të shembjes dhe të përdosjes së demokracisë funksionale. Ato kanë shembur në pikpamjen strukturore të tyre të gjitha brendit që mbar ideali për demokracinë dhe funksionet prej demokracisë. Dhe e fundit që duhet them, kryeministri sot është i detyruar të jetë para një projekti ndryshues, qoftë edhe për të krijuar mundësinë e zotërimit të partisë prej tij dhe të një lloji rrethane të re që ka të bëjë me marrëdhënien me qytetarët. Nuk është se ndjen një rrezik potencial në kuptimin fizik të fjalës, nga protesta 50 e kusur ditë që po zhvillohet në qendër të vendit, por ndjen rrezikun e asaj që ndodh me shoqërinë shqiptare në të gjithë brendësinë trupore të saj. Dhe kjo është çështja më kruciale, mendoj unë. E kuptoj. Po të bëj një pyetje para se të futem tek të tjerat, se më ngacmove pak sa i përket çështjes të rinjve. Sepse duket se gjërësisht tani diskutohet, t'ja u lëshojmë vendin të rinjve, të rivin të rinjt, duhet jenë të rinjt, por sa garanci është mosha dhe fakti që nuk e konsumuar pushtet, sepse kam dëgjuar shumë të rinj që janë angazhuar në politikë që thonë me krenari që nuk kanë konsumuar pushtet dhe kanë kredenciale, që ata mund të jenë të aftë dhe të pakorruptuar. Nuk mendoj se është më një diskutim që mund të eklipsoj çështjen midis sëres apo të vjetrës, duhen të rinj. Jo, mendoj që kriteri më determinant që i nevojitet shoqërisë dhe kryesisht qeverisjes dhe administrimit të vendit ka të bëjë vetëm me elementin dhe faktorin e zotësive. Zotësitë njerëzore në shoqërinë aktuale të Shqipërisë janë pakur, janë paksuar, janë të pamjaftueshme, janë në nivelet mediokre në shumicën e tyre. Dhe ato kanë bërë të mundur të deformojnë marrëdhënien më thelbësore që ekziston midis shtetit dhe individit, midis qytetarit dhe institucionalizmit të Republikës. Këto janë çështje thelbësore që mund të trajtojë dhe duhet të trajtojë një udhëheqës politik dhe aq më tepër një qeverisës. Fatkeqësisht në planin e konstatimit e shohim të zërat e opozitarizmit, por janë të pamjaftueshme për t'i lexuar si një projekt i cili shem të vjetrën
për të shfaqur potencialisht i ri dhe substancialisht i ri. Ne na nevojiten praktika të cilat rikthejnë optimizmin qoftë edhe mental edhe psikologjik të individëve të shoqërisë sonë, sepse shoqëria jonë ka ndryshuar strukturën demografike të saj dhe strukturat moshore të saj. Kur them ka ndryshuar strukturat moshore, nuk e kam fjalën vetëm për një fakt që është evidentisht i dukshëm, që në zonat rurale të Abdheut kanë mbetur moshat e treta. Jo, nuk është e mjaftueshme kjo. Por shoqëria ka ndryshuar strukturën e nevojës për të pasur energji të fuqishme, potenciale, rinore në shumë sektor dhe nga ana tjetër vetë ekonomia shqiptare ka pësuar ndryshimin e arkitekturës tradicionale të saj. Sot ne jemi një vend që jemi njohur në historinë e ekzistencës sonë shtetërore si një vend blegtoral dhe nuk kemi blegtori. Ne jemi një vend që e kemi pasur prioritet dhe shtyllën kryesore të ekzistencës ekonomike të vendit, bujqësinë, dhe sot nuk kemi bujqësi. Ne jemi një vend që kemi një vijë të pasur bregdetare për asete turistike dhe zhvillojmë turizmin në një mënyrë spontane dhe në një mënyrë e cila de facto më shumë ka hapur probleme sociale dhe ka goditur antropologjikisht individët masiv të shoqërisë sonë. Dhe e fundit, ne jemi një vend që praktikisht kemi një problem me disproporcionin midis fuqisë punëtore që ka vendi dhe që duhet trashëgoj vendi me lënje në spontanitet dhe në mëshirë të fatit të ardhjes së një fuqie punëtore nga jashtë, e cila vjen nga zonat e marginalizuara dhe nga tregjet e pa strukturuara shoqërore. Dhe në jo pak raste, nga të dhënat statistikore na rezulton që ndërsa vinë gati 5.000 punonjës të huaj në një harkungor të një muaji në Shqipëri, po një pjesë e konsiderueshme e tyre largohen duke braktisur edhe vendet e punës që i kanë të pronotuara dhe të rezervuara më herët. Të gjitha këto janë fakte që tregojnë se sistemi ekonomisë shqiptare është jo sistem, por është thjesht një imazh i një anarkie dhe një paqëndrueshmërie atipike shqiptare. Mirë, po themi nuk bëhet fjalë për emra, bëhet fjalë për ndryshim të komplet strukturës mbi të cilën funksionon vendi, qoftë strukturës ekonomike, politike, sociale. Unë mendoj që kryeministri në takimin që ka me, le të themi, me institucionet e forumet më të rëndësishme partijake të Partisë Socialiste, do të trajtoj dy aspekte. E para njëherë konsideroj të padiskutueshëm që mund ta rishqyrtoj formulimin dhe përbërjen e kabinetit të vetë qeverisës, që në këndvështrimin tim potencialisht mund të ndryshoj shumë ministrat për të mos thënë ndoshta dhe në pjesën më madhore të tyre. Ndoshta mbi 8 ministrat duhet të ndryshojnë. E dyta, ai ka nevojë të energjizoj strukturat e partisë dhe të përfaqësimit parlamentar të saj, që në këtë kuptim do të thotë që ai e ndjen më shumë sekur, dhe jo vetëm ai, po edhe partia e tij, atë papërgjegjshmëri që ka dëshmuar në delegimin e mandateve të përfaqësimit parlamentar të individ, të cilët nuk kanë as kapacitet, as valencë intelektuale dhe as potencialitet për të përballur ligjërisht dhe në pikpamjen verbale, ligjërimisht edhe komunikativisht me opinionin publik dhe me sfidat që i vinë. Në ditët e sotme Partia Socialiste nuk ka kapacitete të oratorisë politike përballë jo vetëm kundërshtarëve, por kryesisht përballë zërave të shoqërisë së lirë shqiptare, sepse duhet ta themi, protesta për më shumë se 50 ditë ka evidentuar një nga faktorët e munguar në harkungor të 10 viteve më parë. Cila ishte ajo? Kishte rënë besueshmëria jo vetëm ndaj partitizmit politik në Shqipëri, por edhe ndaj shoqërisë civile. Organizimi i një proteste të tillë riktheu protagonizmin e shoqërisë civile, të strukturave të saj, segmenteve dhe individëve me aksione dhe aktivitet dhe, le të themi, me energji të lartë sociale dhe publike, por nga ana tjetër krijoi edhe një kontrast të fuqishëm midis paaftësisë, mediokritetit edhe pamundësisë për të përballur me këtë vokacion të ri të shoqërisë civile vetë Partia Socialiste dhe strukturat e qeverisjes dhe administrimit të saj. Pra, në këtë këndvështrim, arsyeja pse kryeministri në takimin e sotëm mund të parathot apo qoftë edhe të projektoj ndryshime strukturore në listat emërore,
dhe në raportet e brendshme të Partisë Socialiste. Kur them në raportet e brendshme të Partisë Socialiste, e kam fjalën për personat me kredite, jo vetëm në profilin e lartë politik të tyre, por kryesisht në karrierën dhe në zotësitë e shfaqura. Sot nuk është më çështja midis verifikimit të raportit të rinjve në PS dhe të vjetërve. Përkundrazi, është nevoja e selektimit të individëve me zotësi në Partinë Socialiste, të cilët mund të marrin diçka përsipër nga kjo krizë e rëndë dhe stresuale që po ndodh në raportet dhe ballafaqimimin e qeverisë politike të Partisë Socialiste me lëvizjen e re qytetare dhe me pakënaqësitë e akumuluara në brendin opozitare të tyre në brenda shoqërisë. Dhe këtu nuk e kam fjalën vetëm për përballjen me opozitën formale, me opozitën zyrtare apo me strukturat e reja të opozitarizmit politik. Mirë, mendon se zoti Rama ka vullnetin që të shqyrtojë edhe platformën e Elisa Spiropalit, duket se është zëri që po rebelohet, po them, në Partinë Socialiste, e dëgjuam pak dje edhe në parlament, ka dërguar një platformë, nuk do i kita nga PS-ja, po do vazhdoj të bëj luftën aty. Mendoj që zoti Rama është një politikan që nuk dhuron investime për profilet dhe lartësimet politike të oponentëve të tij brenda Partisë Socialiste. Nuk ka ndodhur kjo në asnjë moment, edhe me personalitete politike që kanë pasur zotësinë e ligjërimit politik, sikundër ka qenë dikur Ben Blushi me subjektin politik apo e thënë ndryshe me fraksionin e mendimit ndryshe që krijoi në Partinë Socialiste. Por edhe me emra të tjerë të njohur të karrierës politike në Partinë Socialiste. Por në momentin e tanishëm zoti Rama, për të shfaqur dhe për të dhënë edhe një tonus të heqjes së imazhit për autoritetin dhe autoritarizmin e vet, mund të delegoj, le të themi, një opsion të pranimit oportunist të kritikave që janë formuluar në të ashtu quajturin dokument për Shqipërinë e re nga zonja Spiropali. Por nuk mendoj se do ta delegoj të si një atribut për t'i dhënë zonjës Spiropali mundësinë e një protagoniste në përballje apo në karshillëku ndaj tij. Përkundrazi, duke gjetur ndoshta një modus për ta eklipsuar dokumentin e zonjës Spiropali si një brendi të reformave dhe ndryshimeve që ai do të iniciojë sipas të gjitha gjasave brenda partisë dhe në raport me qeverisja. Tani, për këtë çështje ka edhe shumë qëndrime në fakt në media, sa i përket qoftë qasjes së zonjës Spiropali, ka nga ata që thonë thjesht ishte e mërzitur se iku nga qeveria, ka të tjerë që mendojnë se është një revelim i kontrolluar, ka që thonë është e vetme, ka edhe të tjerë nga pas, ti si e shikon? Brenda Partisë Socialiste, për gjatë harkut kohor të 13 viteve të qeverisjes, janë grumbulluar probleme dhe janë krijuar disproporcione të përfaqësimit dhe të përfshirjes, që do të thotë ajo që në gjuhën e zhargonit të përditshëm të analizës politike ne i quajmë grupet dhe konjunkturat brenda Partisë Socialiste, sot janë më evidente dhe gëlojnë pavarësisht se nuk kanë shkaktuar impakt publik dhe ndodhi publike. Por në rrethanat e brendshme, në mjediset e brendshme të komunikimit dhe të përshpëritjes politike në Partinë Socialiste, natyrisht që ekziston një dieni edhe tek publiku që ka diversitete të krijuar nga protagonistë të ndëshkuar dhe nga protagonistë të determinues. Siç kundër është thënë dikur raportet midis zotit Veliaj, zonjës Balluku apo elementeve të tjerë. Sot ajo që mendoj unë është në shqetësimin thelbësor të kryeministrit dhe të kryetarit të PS zotit Rama, ka të bëj pikërisht me rigjetjen e një graviteti të ri të brendshëm që të mos të riprodhojë ndodhi brenda PS-s, por të merret me ndodhit që janë jashtë në mjedisin politik të vendit. A do t'ja dalë të administrojë këtë gjë sikundër e ka administruar deri tani? Unë mendoj që ka një kohë e vështirë. Është e thënë sipas titullit të librit të Xhevaris Pajut, në PS heshtje s'ka. Nga ana tjetër kemi Partinë Demokratike bëri zgjedhjet e saj, zgjodhi drejtues të rinj, disa prej tyre edhe të panjohur. E ndihmon kjo PD-n? Është mjaftueshëm kjo për të ndryshuar dhe për të përballur edhe me
me protestën në bulevard, që pavarësisht se dje në parlament disa prej deputetëve pretendonin se ajo nuk ka lidhje me PD-n, pra nuk është kundër opozitës, po është vetëm kundër qeverisë, ne kemi parë të artikulojnë që po kërkojnë një ndryshim më të madh se sa vetëm të një qeverie dhe të një kryeministri. Unë mendoj që Partia Demokratike do të verifikohet për rritjen e kapacitetit politik të saj përballë zotit Rama në muajin shtator të këtij viti. Atëherë kur të verifikohet dhe testohet se ecuria dhe vazhdimësia e mëtejshme e protestave më shumë se 50 e kusur ditësh deri tani do të vazhdojë apo do të rienergjizohet. Nëse do të rienergjizohen këto protesta në shtator, atëherë padyshim që kemi një situatë të vështirë jo vetëm për qeverisjen e kryeministrit Rama, por edhe për kryesimin opozitar të zotit Berisha, sepse është nevoja e riparjes së strukturës së pluralizmit politik në Shqipëri dhe e bjerjes të atij sistemi i cili u cimentua në kuptimin politik dhe si arkitekturë politike në marrëveshjen e famshme Berisha-Rama të 2008-s. Nëse protestuesit, pra qytetarët, do t'i imponojnë kësaj klase politike ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe përfshirjen e një formule e cila mundëson konkurimin plural në zgjedhjet e ardhshme vendore dhe të përgjithshme në Shqipëri, kjo do jetë një gjë e shëndetshme për demokracinë dhe pse jo, ne duhet ta konsiderojmë të gjithë një shpresë. Në të kundërt do të mbetemi në shpërgënjtë e bipolaritetit politik, i cili tashmë dhe sot është pengimtar për funksionimin e demokracisë dhe për vitalizimin e shoqërisë politike në vend. Seanca plenare ditës së dieshme u shoqërua me tensione jashtë, me tensione brenda. Çfarë tregojnë këto tensione për te mënyrën se si u zhvilluan për situatën politike në vend? Pra, pam përplasje mes policisë dhe protestuesve, arrestime më pas, vrapime të policëve i pam në për rrugë që arrestonin protestuesit, brenda parlamentit po ashtu pati përplasje. Zoti Rama u detyruar të shkojnë në seancë për të bërë votën për disa nisma që donin 84. Unë mendoj që ky është një teatër i vjetër politik dhe praktikisht nuk është se sjell ndonjë gjë të re në marrëdhënie me opinionin publik dhe politik të vendit. Është një zhgënjim i konsoliduar fatkeqësisht i opinionit publik nga sjelljet dhe nga përballjet politike verbale që shfaqen në teatrin e kuvendit të Shqipërisë. Me drojtje dhe me një lloj rezervimi e konsideroj termin teatër, por e vërteta është e tillë. Produkti politik që nxirret prej këtij kuvendi për më shumë se 8 vitet e fundit është një produkt i pa verifikuar, i pa recensionuar politikisht, i pa testuar dhe i pa konsultuar nga grupet e interesit masiv, se grupet e interesit individual dhe grupal të biznesit padyshim janë gjeratore të përcjelljes së disa prej amendimeve ligjore dhe të projektligjeve të cilat kanë shkaktuar jo vetëm deformime në strukturën e një tregu demokratik, e një shteti demokratik dhe një institucionalizmi për qytetarët dhe për shtetasit në përgjithësi. Të gjitha këto janë pasoje që ne do t'i ndjejmë sikundër dhe po i ndjejmë në atë që e quajmë asimetrinë e veprimit të ligjit, duke favorizuar një pjesë të pakët të shoqërisë dhe të subjekteve të ndryshme të bizneseve dhe të investuesve privat dhe duke ndëshkuar në kuptimin social dhe financiar dhe duke marginalizuar shtresa dhe kategori të ndryshme të shoqërisë së vendit. Dhe pjesa tjetër ka të bëjë me faktin që këto lloj sherrnajash brenda parlamentit, midis dy kaheve të politikës, fatkeqësisht janë një regji e ndenjur. Jemi mësuar me këtë lloj regjie në harkun kohor të 35 viteve. Sot ne kemi nevojë të rikthejmë modulin e atij kuvendit Shqipërisë, të cilin e mbajmë si imazh të largët kohor në vitet 92-94, ku përfaqësues me integritet të lartë publik, me zotësi oratorike dhe me një kapacitet intelektual dhe sidomos profesional, mundësonin që të kishim në seancat e kuvendit të Shqipërisë polemika, debate me peshë specifike fjale, me vlerë të thellë analize dhe me pasuri mendore dhe arsyetuese dhe pse jo edhe projektuese.
sot të gjithë këta vektor janë të munguar dhe parlamenti na jep jo vetëm më pesh specifike fjale, por na jep një shernaj e cila nuk është gjë tjetër veçse imazhi më i ndenjur dhe më negativist që ekspozon në jetën publike kjo klasë politike dhe autoritetet drejtuese të saj. Ama ditën e djeshme pam që reforma territoriale duket se do të kaloj vetëm me votat dhe me raportin e socialistëve. Nuk u shty koha për diskutime për këtë reformë të re, socialistët që kërkojnë reduktimin e njësive të qeverisjes vendore, demokratët që kërkojnë më shumë kohë. Përgjithsisht në reformat të tilla ka qenë faktori ndërkombëtar ai që ka thënë apo që i ka detyruar palët për kompromis, por kësaj here duket se edhe ata po qëndrojnë larg. Unë mendoj që ajo që ka quhet sot projekt apo platformë e rishqyrtimit të hartës së ndarjes administrative të vendit duhet ta vendos Partinë Socialiste dhe përfaqësuesit ligjor të saj në Kuvendin e Shqipërisë para një pozite përgjegjësie më të lartë se kur ndonjëherë. Shqipëria është një shtet që shënon gati 114 vite histori. Dhe gjithë kjo histori që ka përcjell një shekull është edhe një kulturë dhe një përvojë administrative. Ne duhet i referohemi përvojës sonë dhe nuk duhet të abuzojmë në mënyrë alibike me projekte që huazohen nga vende dhe realitete të ndryshme administrative, siç serviren zakonisht nga ideusit apo projektuesit e projekt ligjeve të tilla. Ne kemi nevojë që në ndarjen e re administrative të marrim në konsiderat interesin e komuniteteve dhe të shtetasve të vendit tonë. Ato që janë krijuar si probleme të mavijosura dhe praktikisht kruciale në ineficiencat e administrimit të territorit, e administrimit të njësive administrative dhe sidomos e administrimit të problematikave që ka individi dhe komunitetet rurale dhe urbane të vendit, duhet të ishin një arsye për një studim afatgjatë dhe me perspektivë për të ndërtuar një strukturë dhe arkitekturë të administrimit të territorit të vendit në shërbim të qytetarëve dhe jo në interes të projeksioneve politike. Projeksionet politike nuk janë gjë tjetër veçse janë para planifikime për akte dhe drama elektorale dhe interesar. Ne në këtë këndvështrim, nëse nuk reagojmë për këtë rindarje administrative të vendit dhe nëse nuk rrisim presionin ndaj autoritetit vendimarrës që do të përcaktoj përmes votës në kuvend këtë ndryshim drastik dhe ndryshim i cili nuk krahasohet me asnjë nga kohët e mëparshme të 114 viteve ne do të jemi bashkëpërgjegjës në akumulimin e problemeve dhe nga ana tjetër shtimin e problemeve të reja. Në atë çka unë e konsideroj, edhe për shkak të disa bisedave që kam bërë me ekspert të njohjes së qeverisjes vendore dhe sidomos që mbartin kualifikimet të posaçme për modelet dhe projektet e qeverisjes vendore dhe të krijimit të administratave vendore, kjo mënyrë dhe praktikisht ky vullnet që po tregon shumica politike e Partisë Socialiste për këtë platformë dhe për këtë strukturë të reduktuar të njësive administrative në vend do të mbivendos probleme të reja. Dhe kur problemeve të vjetra u mbivendos probleme të reja, atëre fatkeqësisht rrit peshën specifike të dramës së mosqeverisjes ose të keqqeverisjes. Dhe nga ana tjetër krijon probleme serioze edhe në atë që quhet vlefshmërinë e arkitekturës së vetë shtetit. Në këtë këndvështrim dhe në këtë platformë kuptimore do të duhet të ndërtojë debati dhe diskutimi, jo më shumë politik dhe interesual, por më së shumti për të qenë të paktën një model i vënies së interesit publik mbi çdo interes tjetër që ka të bëjë me politikën ditore apo me politikën dhe interesat e perspektivës së targeteve dhe grupeve të caktuara. Por, apo mundohen më shumë të dyja partitë që të kenë përfitime elektorale, të bëjnë një ndarje elektorale, apo një ndarje që do t'ju shërbej
qoftë qytetarëve, por dhe zhvillimit, sepse edhe në botë ne kemi parë për shembull që pavarësisht se mund të ketë një numër të vogël banorësh, disa njësi të qeverisjes vendore rrinë për shkak të historisë që mbajnë, apo vlerave të veçanta që kanë, që i ruajnë, apo ato çfarë pam vërtet u bën 61 njësi të qeverisjes vendore, por aty ku ishin, po them, kryetarët e komunave, u vendosën administratorë që merrnin paratë dhe nuk është se patin ndonjë reduktim të kostove për shkak të ndarjes së re administrativo-territoriale, por as nuk ruajtën disa zona të cilat mund të kenë një potencial shumë të madh turistik në të ardhmen, mund të shtohen, pra që të ketë një vizion shumë më të gjerë të zhvillimit të vendit në këtë ndarje dhe jo thjesht se sa bashki fiton njëra dhe se si do t'i bashkoj ato numrat që të kemë mundësi të fitoj 10 bashki apo 5 apo 2 apo 3. Projekti aktual që po diskutohet, që redukton në mënyrë të konsiderueshme numrin e njësive administrative. Pra, nga diskutohet midis 40 e kusur 50 bashkisë, nga 61 që kanë qenë. Ka shkaktuar një problem shumë serioz. Politikat e centralizimit rezultojnë me defekte serioze në qeverisjen dhe administrimin e vendit, sidomos të territorit në skajshmëritë urbane dhe rurale të tij. Dhe e dyta, që është një problem po kaq i prekshëm e i dukshëm, me vënë dukje në jetën publike dhe në debatin publik, edhe nga njerëz me njohje dhe me investim studimor në këtë plan. Pra, në këtë këndvështrim askush nuk merret me efektin, pasojat dhe eficiencën që po serviret përmes këtij projekti të rindarjes administrative. Nuk ka asnjë dyshim që pas çdo procesi të ndarjes dhe rishqyrtimit të ndarjes administrative fshihen qëllimet politike dhe platformat elektorale. Dy kahet e politikës sonë, majtas dhe djathtas, nuk kanë bërë gjë tjetër, veçse sa herë kanë kryer ashtu quajturën reformë të ndarjes territoriale të vendit, kanë krijuar në të njëjtën kohë skema të posaçme të paracaktimit të rezultateve zgjedhore, kryesisht për zgjedhjet vendore dhe mandej edhe për zgjedhjet e përgjithshme. Unë nuk e vë në dyshim dhe nuk e përjashtoj, le të them, skepticizmin tim, se edhe në këtë rast jemi para një tendence të tillë dhe para një premise të tillë. Por, ndryshe nga rastet e mëhershme, kjo rindarje administrative duhet të ketë parasysh se përballet me një realitet të ri në jetën shoqërore, jetën administrative dhe në realitetin e qeverisjeve të vendit. Që do të thotë, nuk është më ajo Shqipëria e 94-s, 96-s, e 2000-s, e 2005-s, e 2010-s, e 2020-s, në 2026-ën kanë ndodhur procese të cilat e kanë tjetërsuar gjithë strukturën tradicionale të mbartur në formulat dhe kryesisht në skemat e qeverisjes vendore të Shqipërisë. Dhe për shkak se ka ndodhur kjo gjë, duhet ripar me realizëm dhe pse jo, duhet parë si asnjëherë tjetër me ndjenjën, përgjegjësinë dhe ndërgjegjen e larg pamësisë, e projektimit të nesërmeve, e cila është dhe do të jetë në përballje me procese vijuse të ndryshimit të strukturës demografike të vendit, të ndryshimit të hartës urbanizuese të vendit, të ndryshimit të strukturës së raporteve midis hapësirës rurale dhe hapësirës urbane, por sikundër edhe infrastrukturës në dimensionet dhe në veprat e mëdha të saj. Të gjitha këto janë një arsye pse do të jenë thelb i logjikës në procesin e reformës së re të ndarjes administrative. Por unë nuk e shoh dhe nuk e kam hasur këtë qoftë edhe në debatet dhe në diskutimet, në nivele komisionesh dhe në nivele grupe të ekspertës. Madje, mungesa e një transparence për debatet konkrete të zhvilluara, në nivele të grupeve të ekspertizës, apo të entiteteve që përfaqësojnë profesionalizmin, përvojën dhe referencën e sistemeve të tjera të ndarjeve administrative, është një mungesë e patolerueshme, jo vetëm e transparencës, por kryesisht e përjashtimit të zërit dhe të nevojës së fuqisë mendore që ofrohet nga entitetet të tilla. Dhe kjo është përgjegjësi e kësaj klase politike, e cila me sa duket po mbart dhe po dëshmon kulturën e mosdhënies kur llogari për pasojat që shkakton, për atë që kryen dhe për sipërmarrje që i merr përsipër dhe në fakt rezultojnë shpesh të dështuara.
Përgjigjes do t'i mbajnë qytetarët e kutia e votimit, po duket se ne ende nuk e kuptojmë rëndësinë e votës. Edhe pyetje kam Po, më fal. Po, çipa. Jo, do të thoshe, ne dim shumë mirë se çfarë deformimi ndodh. Ne dim shumë mirë se çfarë deformimi ndodh midis asaj çka ka vota e qytetarëve dhe asaj çfarë administrohet në emër të votës së qytetarëve. Po, e vërtet, por pra po them, kur them mungesën e vetëdijes për rëndësinë që ka vota e kam tek ata që për shembull refuzojnë të shkojnë të votojnë, apo janë gati t'i bëjnë një nder një kushëriri që kanë në administratë me votën e tyre që të rinë në punë, apo deri tek dhënia e votës në shkëmbim të mos shkuarit së tatimorëve, tek biznesi i tyre, e të tjera që jemi mësuar. Për këtë e kisha rëndësinë e votës. Pra, dita e zgjedhjeve është dita që mban përgjegjës qeverinë, opozitën, deputetët për gjithçka çfarë kanë bërë apo nuk kanë bërë. Gjithsesi, me që po flas për votën, duket se rikthimi mbas pushimeve na fut edhe në periudhën e përgatitjes për zgjedhjet vendore dhe besoj partitë politike fillojnë edhe i ndezin me njëherë motorët. Si do t'jenë këto zgjedhje në dritën e protestave që të paktën deri tani po vazhdojnë, është lajmëruar që do vazhdojnë edhe gjatë gushtit edhe me një rikthim edhe më të fortë në shtator. Po, unë mendoj që muaji shtator mbetet të konsiderohet përcaktues. Jo vetëm për marrëdhënien e re politike që mund kemi midis skajeve të politikës, por dhe midis aktorëve të tjerë politik bërës publik. Dhe këtu kam parasysh vektorin më të ri që po shfaqet, që është protesta, ndonse që të jemi të sinqert në opinionin publik dhe në pritshmërinë publike, ka pasur një gjë kaq potenciale që është mënyra se si do të përfaqësohet organizimi dhe le të themi administratorët e protestave. Kjo ka të bëjë me atë që ne e quajmë shpresë, sepse pavarësisht se gjatë ditëve të fundit një pjesë e mirë e thelbit protestës është degraduar, në pikpamjen e pjesëmarrjes ka një rënje të numrit të personave etj, por ajo që është pritmëni publike dhe që inkurajon shpresën publike ka të bëjë me ato të lind prej protestës diçka e re në kuptimin e entitetit, e strukturës apo e përfaqësimit politik. Kjo mbetet për tu parë. Aktorët tradicional, përfshi dhe aktorët e rinj të partitizmit politik, po përpiqen me çdo kusht dhe me çdo kapacitet ta kapitalizojnë protestën për llogaritë e tyre. Dhe kjo është arsyeja pse ka ndonjë diversitet dhe ka një lloj heterogeniteti në mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të protestës. Po nëse do të marrim në konsideratë rikthimin me një energji të re të protestës dhe nga ana tjetër lëvizjet politike që po bëhen si nga shumica qeverisje edhe prej opozitës, atëherë do të flasim që muaji shtator do të përcaktojë pse jo edhe regjinë e re të zgjedhjeve vendore, të cilat janë, le të themi, një situatë tradicionale elektorale o politike. Është një presion edhe mbi partitë për mënyrën se si dhe kë do të zgjedhin si kandidat? Padyshim që po. Madje, ndryshe nga zgjedhjet e realizuara, të paktën nga 3-4 turet e fundit zgjedhore të realizuara në Shqipëri, partitë kryesore dhe ato tradicionale do ta kenë më të domosdoshme dhe të nevojshme të kryejë një proces të selektimit jo mbi bazën e vendimarrjes individuale të kryetarëve, por të konsultimit të besueshmërisë dhe mbështetjes elektorale individëve me kredite në entitetet, në komunitetet dhe në jetën shoqërore të vendit. Dhe kjo është një ndër arsyet që mund ta quajmë edhe si një paralexim i shpresës për potencimin e pluralizmit dhe të strukturës së autoritetit dhe integritetit në kuvendet zgjedhore të ardhshme, të qeverisjes vendore, dhe pse jo edhe të parlamentit. Sipas të gjitha gjasave, përderisa tham që parlamenti aktual në pikpamjen e disa elementeve është më i pakrahasueshëm me parlamentin e të ashtu quajturve deputet të kërpëratave, kjo në këndvështrimin tim do të jetë në një progresion pozitivist, qoftë edhe për kualitetet njerëzore
dhe kryesisht për nivelin e ekspertizës që mund të ofrojnë të gjitha partitë politike. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbar. Faleminderit. Mirupafshim.